Kohë gjatë pa e pasur Yve në prive, këngëtarja dhe aktoria këto kohë nga hera e fundit kur kemi qenë bashkë në personale karrierë ka njohur veç suksese. Për post rolit në një nga serialet më të shikuara vendore, prej kohësh ajo është edhe më afër publikut me një pasion të cilin plot mund të mos ja kenë ditur më herët. Gatimet e Yvës janë shndërruar në një senzacion me qindra mijëra shikime në secilin video në TikTok. Për to, familjen dhe karrierën, planët dhe një super recetë. Ajo në hapi dyert e shtëpisë. Përshëndetje, faleminderit që keni ardhur. Sot du me përgadit një tartë, një ëmbëlsirë, që është një ndër favoritet e mia. Në përgaditje shumë shpejt, bëhet me fruta, kështu që pendoj me juve recetën. Okej, po fillojmë. Gjatë kohës sa bën ti tartën, na vazhdojmë me pak pyetje, që na ka hije neve të privet. Patjetër, veç inshallah na del tarta e mirë se kuku. Para kamerave din kanë herë gjanat me deviju, po duke marrë parasysh shkatësinë time. Vajore. Atëherë Yva, përshojmë që shumë shpejt a ki nisë mu bo dhe një farë food blogger, a ki menu me fillu me bo në restoran për veti, apo vetëm është si hobby momentet? Në fakt, unë e kuzhinën e kum pas gjithë pasion, po mundësia për me shfaq këtë talent ka lind kështu spontan, do me thonë, pa sforcime. Edhe me video të pare kum pa që njerëzve ju ka pëlqyer nashta pse unë e paraqes veten në një dimenzion tjetër, edhe kur ishtja çka di me bo në jetën private, që është nashta që kjo pak i ka ngacmu shikust. Po më duket ja pas ke gjetë paka shumë telin shqiptarve, me të pa dhe me të ndjek. S'po di, mu më pëlqen gatimi, më ka pëlqyer shumë gjithmonë, edhe e bëj shumë me dashni, me pasion. Edhe shumë shpesh ftoj edhe mysafirë shpesh, shoqet e mia i ftoj shumë shpesh. Edhe veç që pyet çfarë doni me ju bo me hongër. Mbledhem shumë shpesh edhe i shijojnë gatimet e mia. E kem para që i kiftu edhe për iftar do figura ko gjatë mira të publikut, që shka lutat në... Do i kum prezentu, do si kum prezentu. Mirë është knaci për mu mi pas mysafirë, sidomos tyrat publike, cilat kanë shumë pesh, edhe që kom gatu me shumë dashni, tek e fundit është knaci për mu edhe me qenë mu mbledh bashk, edhe me shiju një darë të mirë. Unë e zakonisht njerëzit, kur du mi respektu, i ftojnë shpet. Dhe me thonë, du me gatu për ta, nuk du mi marrë gatshme asnjë herë. Kështu që menoj që është kogja një respekt për ata njerë që më vinë në shpe, me ju gatu vetë. Okej, super. Fëmija dhe burri e kanë knacimi po mi shiju këto ushqime çdo ditë. Çdo ditë. Fëmija mi qatë shumë një lazru sa që prej që qonë me flejt, dej sa të vinë me flejt, kanë kërkesa. Jo tash përdu qëtë, je pun ha ata shikjo, kështu që e kanë atë kënaqësi po. Por pas këngëtara, aktor ko kështë bo dhe private chef më doket apo? S'kisha me thonë, po... Deti kom po, në bazë të vlerësimeve të njerëzve që i kanë shiju gatimet e mia, menoj që jam kogja mirë, që ndroj mirë këtë aspekt. Qka është diçka që fëmija nuk e kanë qef edhe nëse ja bën tojnë mam, valla... Më varet se të dy fëmijët kanë shije të ndryshme. Do më thonë, njani që hanë shumë, njani që nuk kanë hiç kurrë. Që Dorela shumë pak e do ushqimin. Përgjithsisht ka dhe që të qiç i ka shumë afat shkurte. E ka shumë menyn e vogël, e froni gjithçka. Zakonisht kohëve të fundit thot non po du pite me mesh, edhe si vjen prej kopshit, prej liftit ja dis po vjen era mesh. Kështu që po froni është më i mirë në këtë aspekt për nonat se i han krejt ushqimet. Edhe i bëj me mandej spiritoj edhe më po shumë shpesh. Sa herë që ata kanë kërkesa, une çorna morën gjysmë natës nuk e kam të lashe. E bashkëshorti qka ka diçka që të thotë valla rysat nuk ka paske zihesh më që? Unë jam e lumtur që bashkëshortit për disa receta ja ku ndryshu menën. Se për do ushqime tradicionale që përpara i kanë bo, për nashta në atë kohë nuk kanë pas edhe shumë mundësi për produktet mira e me bëllëk,
Kështu që i ka pas do receta që për herë parë kur këm thonë për përgadis, kjo veç lufta, kjo broma, kjo është katastrofë. Mandej kur e ka provu për herën e parë, tash e ka fejvere. Dhe më thonë, me tunis prej ushqimeve tradicionale, e deri të ato ma modernet, kuzhinat të ndryshme italiane, çfarë do qofshin ato, dhe i dikun jam okej. Ta që fton shumë njerëz do mi respektu, a bjerina e ke thirrë ndonjëherë në darkë ose në drekë për qef? Po, kjo është një pyetje banale. Për ndryshe, une jo një herë, dy herë, po nuk shka një java, s'ka shansa. Nashta për para sa si kom pas fëmijët edhe ma shpesh, po pakten një herë gjithqysh, po dy herë një javë i kom gjithë në drekë. Edhe fatmirësisht edhe ata i pëlqejnë shumë gatimet e mia. Kështu që shumë shpesh i thirri, drekojmë bashkë, larkojmë bashkë, është masa normale. Konatat a i ke thira jo? Gjithë. Dje i kom pas konatën e madhe. Dy konatat nuk jetojnë këto, jetojnë në Zvicër. Edhe sa herë që vinë, dhe që thëmë zgedhen në menyn që apo do me hongër. Se edhe nuk pritoj edhe sigurisht që kam qef një rezultat. E diskutuar. Normal, tash po këtejnë pak të pjesa profesionale jo t'ja rrykt, kena pas që ja keni njësë më rikëtyn ata që ekipat profesion tonë në aktrem, që po shkan kove të fundit. Kena pas që në bashkallajk, seriali ka jetë tepër mirë. Po, jam me lumëtër që kam fillu në drejtimin tem, dhe më thonë profesionin tem, si aktore, e gjej vete mas mire. Edhe jemi një ekip shumë e mirë në teatr, punojmë projekte të ndryshme, vazhdimisht, jam aktive, edhe më pëlqen kjo pjesë. Teksa puna vazhdonte për recetën, s'kishim se si të mos kalojmë ka temat që na interesojnë kogja shumë. Riva, kem të folë për pjesën profesionale tonën, shumë kena pa që i rikëthin ata që ti e do mas shumë të në shfaqjet të rej që mundemi me pa për juve si në teatr? Po, për momentin teatri është në renove, po besoj ka qërshore, maks në shtator zakonisht filloj me projektit e reja, kështu që në shtator duhet keti qëka. Në shtator më konë në premier me ryve në kismet. Kismet. Bashkallajk, një prej serialeve ma në të momentit, po të lunë rolin e Sopranos, qka me ndonë të për qitë serial? A i ka rita pritshmërit e juve, apo ka dalë jashtë qka keni menu jo, si staff? Unë jam në serial prej epizodit 5, edhe kur po mbyj, dhe më thonë, prej startit ka qenë një, ka pas pritshmëri që ka me qenë një ndër serialet më të pëlqyme, edhe fatmirësisht po është. Unë e kom gjetë vetën ato shumë mirë, mas pari kasti është tepër i mirë, edhe që e bojmë një punë shumë mirë bashkë. Gjithë shka është okej, sidomos kur njerëzit pëlqejnë edhe seriali shkon mirë, sigurisht që vullneti është shumë i madh, pasioni, dëshira, edhe ti e jep maksimumin. Kështu që në këtë pjesë jena shumë okej. Shumë okej me botrinten ose te viden që shënjojnë në publik, tash me këtë rolin e ri, e që një ujë me thonë ljuk me zveti, po mprapa skenë, që sheni me botrinten? Shumë mirë, jemi shumë meq me zvetit. Butrinti është një aktor fenomenal, po përpos që është aktor shumë i mirë, është edhe një shok shumë i mirë. Kështu që unë i kam raportet tepër mirë. Në fakt, unë i kam raportet mirë me gjithë, edhe tash e kemi një farë energjie të mirë me zvetit, për që ata dhe produkti është i mirë. Se sa dhe që ti je aktor i mirë, nëse rezaton negativitet, në produkt shihet paka shumë, kështu që jena shumë mirë në këtë pjesë. Në botrintin jemi shumë mirë, a ka në skenë që e u këthy epizoda 20 herë mu realizu se si një nalë të kesh? Po, ka, gjithë ka. Zakonisht din mos me dalë të mira mandej kur përseritet 200 herë skena, po mundohemi me qenë prap me përmbajt vetën, po ka. Cëllë është ajo skenë që 20 herë është këthy një tape? Po është e pa mundur të e ke pa butrintin të viden, është e pa mundur mos me kesh shansa s'ka. Kështu që zakonisht skenat kër i kemi me ta,
epizod që kam u transmetu tash, e kemi unë ajo një skenë Zoti hajre boft, kështu që më nëzis po pres me po, edhe ke kogja komike që edhe në mendje kena gjiru, po besoj që ka me dalë shumë mirë. Po njëherë si soprano, a ki tentu mu këthy edhe në muzikë tash, me kitë titullin e ri që të kalon të vidja, jo? Mu këthy, shpesh më bëhet që kjo pyetje mu këthy. Une jam, her pas here, jam edhe me paraqitjet e mia në muzikë, mande i kam edhe sezoni, kam edhe darsmat, jo me pranishme në parahajin që të ndryshme. Po, që kam qenë intensivisht në muzikë, se kom pas atë mundësi për shkak të familjes, të fëmijëve që të marrin pak më shumë kohë, energji, përkushtim, edhe është e pamundur që ti njëjtën kohë me qenë 100% e përkushtuar te fëmijët, edhe me qenë 100% e fokusuar në muzikë në këtë rast, se e dim që muzika kogja shumë don angazhim të madh, kështu që jam të punu diçka, do të ketë risi në këtë aspekt, po tu po të bo. Tu po të bo, amu me thonë që ne bashkëpune me Dafinen, apo me ne kolegë të stradës, diçka për privin me nda ekskluzive? Nuk kena bo plane, pa shesh kur gjo, në Dafine kam shoqe, mi ke shumë të mirë, e që moj si artiste jashtëzakonisht shumë, po e kam veç private shoqe, jo s'kemi folë diçka për muzikë. Po, qka dhe që vjen mirë se artë. Je kraha, por me Dafinen shoqit sa ko, që Dafina është atë zanë, që ki bëj Dafin, sa po i ki bëj diçka për beben që po vjen tashte? I kom ble, po s'kisha dasht me zbulu detaje private, sa i përket në këtë aspekt, se nuk më takon ashta me folë, po unë i dashuroj dhuratat për njerës, edhe është një farë lloj kënaqësie që unë ndjej, po, kom po dhurat. Ki po dhurat. Detajet s'po do me nda, mirë po... Jo. Kjo zë me thonë që nuk e ka ne vlerë kogja të madhe për fëmijën e parë Dafines, apo? Unë menoj që çdo dhurat e ka vlerën e vetë, pa diskutim. Në rregull, je njihesh në stradë që je e kimi mas mirë me tonë, marrëdhënia me Dafinen që është ashte? Po zatë se kom pa më moti, edhe është një prej kolegëve që mas shumë t'i keshi kur takohem, edhe e kena dëshmu këtë sen edhe në për intervista, kështu që nuk e kom pa një periud, kogja një periud, i kom shkru një dit, nashta edhe shihemi, po se cili me obligimet veta, dhe më thonë është pak problem, sidomos në pozicionin që jam une, që e kom kohën pak të kufizume, se para ditën e kom të lirë, po mas ditën asnjëherë, shumë rradh. Kështu që tu po. Që kjo është gati, veç kena me shti me pjek. Ryv, muj me thonë që familja, këtë këto, janë njerëz ma të dashën, edhe mbështetja për ndaj te nuk kanë mungu korë. A ki thonë e Ryv nalo edhe veç po sha? S'kom pas asë momente. Po më nëjë një pauzë, kogja të mire kom pas, pas lindjeve, që është mëse normale, dhe kom dash krejt fokusin 100% me pas të fëmija mi. Ato kanë qenë pauzat e vetme, për ndryshe jo. Sigurisht, unë gjej kohë gjithmonë edhe për familje, edhe për meq, edhe për gjithë shka unë e du, edhe investoj në këtë aspekt. Po, krejt varet edhe të menaxhimit, sa del me menaxhu këto pjesë, profesionin, familjen, shoqërinë, punën, që unë menoj që jam kogja e zoja në këtë aspekt. Po vrejt, suksesi flet vetë. Kogja mirë jam këtë aspekt, e përgëzoj vetën, se nuk i lonë asnjëherë, as familjen, as shoqërinë, as punën, as kolegët, as gjejko, njëri kur danë, gjejko. Kështu që jam kogja okej në këtë pjesë. Prej me e ki notën 11-10 si person që gatun te për mirë, që akon pa në TikTok që apo shoh dhe tash live, po qka është një ushqim që se ja beson kur punë dhe ja beson veç mamit? Veç mamit? Po, që thu si mami se bën kërkor që të ushqim, sa dhe që mundona edhe vetë. Po faktikisht pasionin ose dëshirën për gatim e kam prej mamit. Ideja për
Për ushqimi më do këti bukur edhe me qenë i pjekun taman, me pas kujdes, ndaj ushqimit e kam prej mamit. Prej e vogël kur kam qenë, gjithmonë më ka dhënë hapësirë me marrë pjesë në gatimet e saj. Edhe kom asistu, gjatë që ka shumë që nuk e bojnë, puna që hajtë se fëmijë ose që po dione. Po, unë kom asistu në gatimet e mamit tem edhe nështë qelsi o qëto. Qelsi o qëto? Po. Unë e vazhdoj këtë tradit me qikën teme, edhe ajo është këgja kurështare, edhe zakonisht kur gatuj pite për shembull, një pjesë vogël e lo mu marr ajo me brom edhe me pas ndjesin ose me kriju një farë raporti me ushqimin, me gatimet këtë rast. A muj me vazhdu në Alban qëto? Me që gjurëm apo okej? Po ushqimi që i thu vetë mamit, mam jam të artë të sot në drejk ose në darkë edhe bëma qëto qëmë se vetë nuk di me bo që shëbën ti, si dur të tua, si dur të mamit. Ta shka fillu me thonë ajo që unë s'po di mi gatu si ti. Po, gjellat i bën shumë mirë, tradicionalet, edhe që kur i përgadit, unë fëtan me fëmijë dhe shkojna për drejk. Shkojna për drejk, tash po këthim edhe pak të puna profesionale jotja, shumë bashkëpunime, shumë seriale, shumë filma. Të lejon 3 projektet e tua favorite edhe 5 aktorët e tu të preferum me ata që ki punu? 3 projektet e mia favorite? S'po di, çdo projekt që ko marrë pjesë unë e marrë shumë nga zemrës, edhe ja jepi hakun 100%. Kështu që për momentin e kam edhe serialin që njëkohësisht përpos punës më jep edhe kënaqësi, e bëj me shumë dashni, edhe marrë dashni si prej stafit, si prej njerëzve në rrugë që më shohe, po edhe projektet e mia në teatr, që i kam do kolegë fantastik, edhe që ma bujnë ma të letë krejt procesi, edhe që kum pas fatin edhe kënaqësinë me punu me regjisorë të ndryshëm, si Zlemani të tjetëre, edhe nuk s'disha kisha me veçu, krejt mira janë tonë, edhe në teatr që kum punu, nuk kam pas në shfaqe. Nashta kisha një veçu pak shfaqet e fëmijëve. Jam një prej atyre aktorëve që nuk i refuzoj asnjëherë shfaqjet e fëmijëve. Më japin një dashuri të madhe, edhe mendoj që është kënaqësi edhe një punë e madhe që ti e bën për të ardhmen, sidomos për fëmijët, se ti e sheh buzëqeshjen e tyre kur vinë me pa shfaqjen edhe nuk ka kënaqësi më të madhe për një aktor. Kështu që po kisha me veçu shfaqjet e fëmijëve. Shfaqjet e fëmijëve, po 5 aktorët e tu që ki punu që ta kanë marrë zemrën kështu me thonë, a i ki 5 aktorët preferum? S'kam. Sidomos 5 që i përlypte, s'kam. Në përgjithësi, unë e t'kishmoj krejt aktorë për punën që e bojnë, se është një punë që jo krejt mujnë me bo, edhe që fatkesisht në Kosovë, nuk është se e marrin ato që meritojnë, nuk paguhemi sa e kemi hakur. Kështu që secili është i mirë edhe jep maksimumin për vetës vetë. Je edhe shumë apasionuar pas anëve të kena pona për Instagram, tregoj përpa kamerave që blen ka do që shkon cili është një produkt që ti e ki shumë për zemër të kuzhinës. Gjithçka zakonisht, po edhe aksesorë të kuzhinës jam shumë merakli, edhe gjithçysh duhet më kanë të bukura për sy, se për ndryshe nuk e blej. Pa djava më thot a ishme, shumë kvalitet ja, si nuk është e bukur më po, nuk... Për mu paraqitja ka shumë rëndësi, i kushtoj shumë rëndësi detajeve, edhe ngjyrave, kombinimi ngjyrave, mu servu bukur, për pas shijes, ajo nuk kuptohet se shija është numër 1, e mandej vinë gjana tjera. Po dekorin e kam specialitet. Dekorin specialitet e kena po që e qanë. Zakonisht bura shqiptar nuk është që jonë fart të apasionun pas të në punëve, bashkëshorja të lebre rrëvë se balkin shpe, që po danë me bua. Atë ka ndodhe e mi thonë, lemra hatë, unë e di që ka bëj, kuzhina është e jemja. Fidani e ka një të mirë që ko gja mirë mnje. Edhe e din që une një lloj të kënaqësisë e kam në gatim edhe në
në gjithçka që ka të bëjë me servimin. Kështu që ai shpesh bën hajgare me mu, thot Ryv, çdo respekt për ty që po ke nerva me demek. Kështu që jo s'kemi pas të lashe, se e din që e kam pasion edhe nuk më përzihet këtë pjesë. Për ndryshe edhe ai vet e don ushqimin shumë, përgatit shumë shpesh, kur unë nuk jam në disponim të mirë ose jo me lath ose vi prej punës, ai veç më thotë çfarë po të hahet. Çaj kërkon ti me të bo? Qa bë mas mirë t'i fidani që e qanë e shkrinë? Krejt ushimet i bën mirë, po zakonisht kërkesat e mia janë tek pastat, se menoj që bën ma pak lugë. Do më thonë, i bjen pishman që ke lyp pritina me hangër, se kuzhina merr një formë tjetër. Transformohet komplet, kështu që rrallë se nuk kam qef me involvu në këtë pjesë. Ti vetë zot vetë shkopë më do këtë. Taksirat. Ryv, për fond një mesazh për këtë publikon, çka presim për Ryve ose për ata që i ka marrë malli, ç'a ju thu? Gjithë mbështetësve tu. Unë zakonisht kam edhe kërkesa prej fansave të mi që me pru diçka tre, i kam fjalën për muzikë, kështu që jam të dash me risjell diçka, edhe shpresoj që plani me shku mirë edhe me pru diçka tre në këtë aspekt. Me pru diçka tre në kupton në remix në këngët vjetër apo këngë tre me diçka new one, treja diçka. Për ndryshe unë kisha më falendëru krejt mbështetësve, ndjekësave të mi që janë një shtytje për mu kur marr komente të mira, zakonisht kohëve të fundit, po marr shumë komente të mira për punën cilën unë e bëj. Kështu që ajo është një motivim që unë me punu edhe ma shumë. Kështu që faleminderit shumë. Edhe një pyetje, je në rolin e sopranos, njerëz si në rolin e sopranos se bashkallajk, tash apo të njohin publiku si Ryva, si këngëtare, si soprano, si çka ma shumë? Diçka që më pëlqen shumë, se që kanë kalu shumë vite që unë merrem me muzikë, kohëve të fundit edhe me aktrem, njerëzit nuk më përcaktojnë për një personazh, për një karakter, për një diçka specifike, po thjesht si Ryva Kajtazi, kështu që kjo po më pëlqen se nuk po identifikona si diçka tjetër, thjesht si Ryva Kajtazi. Dihet që në rrallë nuk është që të livdon për të vidja, atë ka ndodhur publiku me të kthit një të mënyrë dhe të thëtë që njohin si Ryva? Ka me rastet ralla, po janë raste shumë të vogla. Ka njëherë njerëzit nuk po din me bu këtë dallimin jetës private me serial, edhe merr komente që i marrin njerëzit kur dojnë shumë, adin, pak ufi edhe i ngatrojnë qëto gjanat pak, adin, nuk i din që ti je veç soprano në rol, s'ki të bëj absolutisht me jetën tane private. Pak, po janë material. Do donim shumë që ta provonit këtë ëmbëlsirë që definitivisht të shkrihet në gojë. Receta e plotë mbetet sekret, sepse të tillë të dytë nuk ka në Kosovë, por shpresojmë që morët pak nga truqet e Ryvës, që në këtë eritakim na lashihen fiksit të tartës. Duhet ta provoni me patjetër. Privé.